Debatet e ashpra dhe akuzat të drejt për drejta në drejtim të mënyrës se si po zhvillon mbledhjet e analizës pas zgjellore të 21 qershorit në Partinë Socialiste të Shkodrës, ka lëshuar i shkreu i komunës Bërdic Besnik Xhemali. Ai ishte ndër zërat më kritik në mbledhjen e kësaj të shtune, në ndrejtimin e koordinatorit Ditmir Bushati, saqë 10 minuta pas nisjes së mbledhjes ai braktisi sallën. Për media, Xhemali u shpreh se drejtorët socialist nuk punuan për këtë parti dhe për kandidatën bashkëdari në 21 qershor. Ai shtoi se kjo nuk është rruga e duhur dhe puna e parë duhet bërë me ndryshimet e drejtorëve rajonal. O ishin se kënë kohë nervoz, ti ulli të pas muqu. U qove më dha ulli, s'ka shansë se musim të kush be Xhemali ulli. Gjallë. Pri kalzova. Ka marrë pri bezgutum ka artë të Partia Socialiste. Duket i shoha se më kanë i gabum. Ju sheni 2 ditë me drejtu. Sa ka marrë këti bashkëdari vota? 10.100 vota. Sa drejtora ke? 30. Dhukujti. Hadi ti drejtorë, sa banë kes. Këtë s'ka, për të gjithë kujtë janë të peses, e të këtë janë, zdi gjithë kujtë janë të. Pra drejtorët s'pas kam punu? Absolutisht drejtorët s'këshmu. Unë i thash, jam bez Xhemali ka banë 1400 vota. Në Bërdic si s'ka babagi, dhe të dhanë. Hadi gjenja 30 veci, bez Xhemali jam umor, hadi se në dakord, s'ka nevoj ma më shtu. Tu më la këtë për të më lidhën këtë më. Kështu si kanë fillu, nuk kajnë rrugën e marë. Ishtë diska si ishte një mledhja, si o do të për me disku dy diska. Sa vota shkurt ka marrë Partia Socialiste në Shkodër? Ka marrë 10.100 vota? Sa drejtora ke? Ke 30 drejtora. Ka sa vota veni 2 tyrë, më vëlla? Jo 2 tyrë, veni 2 tyrë të punojnë. Jam i vjallë votat. Ta sa në me silloj partijet. Ta në këtë traftar. Duhet i ndryshohen? Urna? Duhet ndryshohen? Mos më ndryshu këta, pas ka si votë më. Kështu si ka fillu këta, që ka nda më? Kontributin të më bajnë dhe mek, pa harrojnë. Haram me bëvë zoti. Kur s'kanë me kenë, bes marrin këta kështu, si ka fillu. O të ndryshojnë, si tjetë njëzit e nërshëm këtë detyrës, ose prej ishtë s'ka në absolutisht të si botë. Tu ke drejtora që ishtë din qashtë, mërë vëlla. Tu ishtë din qashtë partia qashtë, ta din vësh legu, në gjepë e marra punë, ta darë që faret, tanë kështu. Por akuzave të lëshuara nga ish-kreu i komunës Bërdic, i deleguari Ditmir Bushati nuk ju përgjigj, duke shtuar se diversiteti mendimeve është aset i pachmueshëm. Ky qark ka nevojë të rilinë, shtoi ai, pasi pushteti vendor është i paralizuar, prandaj duhet ndërhyrja e qeverisë. Partia Socialiste është forca politike më e madhe në vend. Ju garantoj që do të jetë forca politike më e madhe edhe në Shkodër, sepse edhe Shkodra ka nevojë që të rilinë plotësisht në gjitha drejtimet, aq më tepër në kushtet kur në Shkodër ka një paralizë thellë pushtetit vendor dhe na lind ne përgjegjësia si qeveri për të ofruar më shumë shërbime dhe për të pasur më shumë investime për Shkodrën. Faleminderit. Faleminderit. Ka ndikuar në humbje në PS-s. Nuk keni asnjë përgjigje ndaj kësaj akuze? Jo pak e rëndë. S'kan punuar drejtorët. Është forcë, PS-ja është forca më e madhe demokratike, diversiteti i mendimeve është aset i pachmueshëm. Në mbledhjen e zhvilluar me dyert të mbyllura, Ditmir Bushati ka kritikuar një pjesë të drejtorëve, fillimisht për ardhjet me vonesë në takim, ndërsa pjesa tjetër e diskutimeve ka qenë analizë mirëfillte e punës së çdo strukture në degën e veriut. Të gjitha kritikat dhe sugjerimet do të jenë pjesë e raportit që do të hartohet, ku nuk përjashtohen as mbajtjet e përgjegjësive me largimet e drejtorëve që nuk kanë punuar siç duhet.